نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والأنبياء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في تنزيل الحكيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ويقول سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falenderimet, madhështimet për uljet në nshtrimet i takojnë vetëm Allahut xhele xhelalu, i cili është një i vetëm, krijuesi i gjithçkaje, është i vetmi që meriton të adhurohet me të drejtë. Atë falenderojmë, për atin ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje për Allahut të lartë madhëruar për çdo të keqe që e veprojmë me punët tona, me dije apo pa dije. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në këtë udhëzim madhështor, nuk ka askush që ta privojë dhe ta largojë nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe me të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugë të drejtë. Vërtetoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahu xhele xhelalu, dhe vërtetoj të dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut, është i dërguari i fundit, i cili e përcolli ashtu siç duhej mesazhin islam të mbar umeti i tij, e plotsoi amanetin që ja kishte ngarkuar i plotfuqishmi Allahu xhele xhelalu dhe sakrifikoi në këtë rrugë madhështore me qenin e tij deri në fundin e jetës së tij. Salavatet, selamet qofshin të shumta mbi më të mirin e krijesave, mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhëruar na tregon në librin e tij fisniku thot: s'ka dyshim se robër të dashur të mëshiruesit të Allahu xhele xhelalu janë ata besimtar të cilët ecin në tokë kokë ulur dhe modest të thjesht. Dhe kur ata ballafaqohen me ignorantët, ata u thon atyre vetë se paqe, selam. Pra ju japin rrugë ignorantëve,
Të janë robrit që Allahu xhele xhelalu i don, mëshiruesi i cili i meriton të gjitha lavdet. Dhe thot përsëri Allahu xhele xhelalu në librin e tij Fisnik: O ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu siç meriton Allahu xhele xhelalu, ti friksojeni dhe mos t'ju gjej vdekja pra vese ju duke qenë në fenë e vërtet musliman. Sa po kemi hyrë të nderuar vëllezër dhe motra në një kapitull të ri, pra në vitin e ri hënor, viti i ri hënor siç njihet ndryshe Hijri, i cili mbart një histori shumë domethënëse dhe që ka ngelur e do të ngeli pra në histori, pasi me këto ngjarje madhështore filloi një kalvar i ri, ndryshimesh dhe botkuptimesh në fenë tonë madhështore që është feja islame. Dhe sipas vitit të ri Hijri, sot ndodhemi në vitin 1427 Hijri. Pra 14 shekuj e disa vite. Dhe kjo për kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili beri emigrimin e madh. Para se të vendosej viti kalendarik Hijri, në kohën ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jetonte, rinin e tij në Mekën e bekuar, dhe pasi zbriti dhe shpallja nga i gjithë pushtetshmi, arabët në atë kohë e kanë pasur një kalendar me muaj të emërtuar në trajtën e disa ngjarjeve. Pra nuk e kanë pasur një vit kalendarik siç është sot. E quani vitin viti i filan ndodhije, viti i filan ngjarje, apo viti i filan beteje, etj etj, ose siç njihet e kene, domethënë që Allahu e din më së miri datën e lindjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se nuk ka një datë fikse, por është njohur si viti i elefantit. Porse në kohën e halifit, një prej halifëve më të spikatur që ka njohur historia islame, i cili ishte Omar ibn Khattabi radiallahu anhu, u vendos kategorikisht, unanimisht, që të fillonte viti i ri kalendarik Hijri, me kërkesën e një prej sahabëve të nderuar, i cili ishte Ebu Musa el-Eshari, që bëri si kërkesë dhe filloi pra viti kalendarik 17 vjet pasi muslimanët kishin emigruar nga Mekka në Medinë, dhe u mor ai vit pra që muslimanët bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam emigruan në Medinë, dhe ne do ta trajtojmë pak atë ngjarje madhështore në këtë ligjërat sotme, që gjithse cili prej nesh ta ketë një ide se çfarë ka ndodhur në atë kohë, pra të ketë ide nga historitë që ka ndodhur në të kaluarën dhe të nxjerrim mësime nga këto histori. Pra 14 shekuj më parë, kur toka ishte ndriçuar nga drita hyjnore, me ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndodhi një ngjarje madhështore, që ishte ngjarja e emigrimit e hijretit, shpërnguljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës, vendi i lindjes së tij, i cili ishte një vend shumë i dashur për të, për në Medinën e nderuar. Ngjarja e hijretit ishte një kthes vendimtare në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu si thash, kjo ngjarje është e mbushur me mësime dhe shembuj, të cilat neve na forcojnë në tejkalimin e sfidave të jetës. Muslimani kur lexon ndonjë ngjarje, sidomos ngjarje madhështore, duhet të ndalet, të meditojë dhe të nxjerrë mësime dhe dobi prej atyre ngjarjeve. I dërguari joni i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam qëndroi në Mekë
13 vjet duke i thirrur njerëzit në besimin e pastër, duke i thirrur njerëzit në tauhid, në njësimin e Allahut xhele xhelalu, se për atë u dërgua ai dhe të gjithë pejgamberët. Nuk qëndrojnë në Mekë 13 vjet duke mësuar sahabët e tij që të rebeloheshin kundra kurejshitëve, apo i mësoi sahabët e tij që të kapnin pushtetin apo se si ta merrnin pushtetin, por jo i mësoi ata tek adhurimi i Allahut një i vetëm, duke i thirrur dhe kurejshitët, o kurejshit, largojuni putave, idhujve dhe adhuroni Allahun një të vetëm, i cili është i vetmi që meriton të adhurohet. Pra për 13 vite pejgamberi sallallahu alejhi wasallam këtë gjë ka bërë në Mekën e nderuar, pa çka se kurejshitët ju ofruan pushtet, ju ofruan para, ju ofruan pozit, ai nuk pranoi, por se i thirrri ata në Allahun një të vetëm. Dhe gjithë këto vite i kaloi në tortura, në sprova dhe vështirësi. Pas këtyre torturave dhe pamundësisë që dërguari Allahu ta kryej misionin e tij, një net prej netëve i dërguari Zoti sallallahu alejhi wasallam shen në ëndër, vendin ku ai do të shpërngulet me shokët e tij, ishte një vend me drunj hurme, një vend të bukur e pa pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, pra bëj fjalë për Medinën e bekuar. Dhe kur kurejshitët filluan të ndjejnë rrezikun se nëse i dërguari i Allahut ju shpëton nga dora e tyre dhe shpërngulet në Medinë, ata shpejt e organizojnë një mbledhje që një herë për gjithmonë të qërojnë hesabet me pejgamberin e Allahut sallallahu alejhi wasallam përpara se të bëhet vonë. Dhe njihet që kanë mbajtur një mbledhje paria e kurejshitëve, por se në atë mbledhje ka marrë pjesë, ka qenë prezent dhe kush? Iblisi lanetullahi alejhi, shejtani mallkuar i cili ka ardhur në formën e një burri të moshuar, sikur ishte prej Nexhdi, dhe ka ardhur ka marrë pjesë tek ajo mbledhje ku do diskutoi se si do të veproni me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe u parashtruan shumë mendime për atyre që ishin prezent, por nuk u pranuan nga paria kurejshite. Dhe u hodh Ebu Xehli, i cili njihet si faraoni i këtij umeti, dhe dha një mendim ku tha: do të marrim çdo të ri prej çdo fisi nga beka, të cilët do mbajnë ndonjë shigjet, do ta godasin në të njëjtën kohë Muhamedin, pra për ta vrarë, dhe njëkohësisht Muhamedi nuk do mund të akmeret, fisi Muhamedit nuk do mund të akmeret kundrejt gjithë fiseve, pra. Se po ta gjuar një person nga një fis, atëherë do të merret fisi Muhamedit me atë fis. Kurse nëse do ta gjuar çdo njeri ose nga çdo fis, atëherë nuk do mund të merret dot me gjitha fiset. Dhe ky ju pëlqeu ky mendim kurejshitëve, i pëlqeu dhe Iblisit subhanallahu. Dhe ashtu menduan të veprojnë. Por se ai i cili është i gjithë pushtetshmi, i gjithë dituri, ai i cili ruan besimtarët, e njoftoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë gjë me Xhibrilin alayhis salam. E njoftoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për planin tinzar të kurejshitëve, dhe i dërguari i Zotit atë natë nuk ndenti në shtëpi, por vendosi ke Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, djalit e xhaxhait vet, dhe doli nga dera në mesin e kurejshitëve, pa e hasur ata fare, sepse ai doli duke kënduar Kur'an dhe duke u hedhur dhe në kokat e tyre, dhe Allahu xhele xhelalu ja u ndaloi shikimin atyre, nuk e pam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguari i Zotit bashkë me shokun e tij më besnikun emigruan, pra u nisën. Pra këtë
ndodhi Allahu xhele xhelalu e tregon në Kur'anin fisnik në surat Al-Anfal për planin që kishin lidhur Kurajshitët, ku thot: "Kujto Muhammed kur mohusët komplotonin kundrejt teje për të burgosur, vrarë ose dëbuar, ata bënin kurthe, por se Allahu ngrinte kurthe kundër kurtheve tyre, sepse Allahu është planifikuesi më i mirë." Pa këto ajete zbritën dhe i dërguari i Zotit bashkë me Abu Bekrin, pasi ai kërkoi që nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të bëhej shoqëruesi i tij, u nisën. Dhe kur Kurajshitët në mëngjes jam syn shtëpis për ta vrarë pejgamberin e Zotit, kur e pan krevat që ishte Aliu radhiyallahu anhu, u tërbua nga inati, u çmendën për lajmin e ikës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vendosën kontroll të rrept në çdo dalje dhe hyrje të Mekës. Po ashtu publikuan dhe vendosën një çmim shumë të majm për ata i cili sjell habere dhe lajme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokun e tij, apo ja u sjell atë të gjallë ose të vdekur. Një grup i madh i besimtarëve filluan në ndekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe zbulimin e vendit të tij. Ndërsa një grup tjetër shkoi tek shtëpia e Abu Bekrit, trokitën në derën e familjes së Abu Bekrit, ku doli vajza e tij Esma dhe e pyetën: "A është babai juaj aty?" Ajo i tha: "Nuk e di." Pra Esmaja ishte një vajzë e vogël në atë kohë. Firauni i umetit Ebu Xehli e godet aq fort me dorën e tij, sa që e shtriu për tokë dhe ja kputi vethin nga veshi Esmas radiallahu anha. Dhe kështu pra, si shtam, i dërguari i Zotit bashkë me shokun e tij dolën për emigrim, duke u fshehur mos u pikasnin nga paria kurajshite dhe u drejtuan ka kujt Medines. Kurajshitët do të fillojnë kërkimin e tij nga të gjitha anët, nga ana veriore, jugore, Medines, ndërsa pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam e mori rrugën në drejtim të një shpellë që quhet Theur, në drejtim të Yemenit. Dhe kur u afruan te kjo shpellë, i pari që hyri në shpellë ishte Abu Bekri Siddiku radhiyallahu anhu. Hyri që ta shikoi vendin dhe ta siguroi vendin përpara se pejgamberi i Zotit të hyjë dhe të shohë se mos ka diçka prej gjallësave që mund t'ju bëjnë dëm apo keq, dhe e pa shpellën që ishte me vrima dhe u mundua të mbyll vrimat e asaj shpelle. U mundua ai sa mundi, po nuk arriti të mbylli dot gjitha dhe atëre i mbylli pjesët e mbetura me këmbët e tij dhe duart e tij. Dhe në atë kohë nga lodhja i dërguari i Zotit u ul të pushonte, duke fjetur, por se nga vrimat që Abu Bekri Siddiku radhiyallahu anhu kishte mbyllur me duar dhe këmbët e tij, dol një akrep i madh i cili e pickoi aq shumë sa i theri mu në zemër. Abu Bekri radhiyallahu anhu kishte dhimbje shumë të madhe, por nga miraku se mos e zgjonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk lëshoi asnjë britëm. Imagjinoni një pickim të madh, por se lotët e tij nga dhimbja i dolën dhe ranë në fytyrën e nderuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe u zgjua i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pa që Abu Bekri ishte pickuar nga një akrep i madh. I këndoi Kur'an të vendi ku ishte pickuar dhe afërkoi dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu me lejen e Allahut u shërua. Ndërkohë që ata rinin në shpellë, Abdullahi, i biri e Abu Bekrit, ishte një djalosh i mençur dhe mendje mpret. Gjatë gjithë ditës rinte me kurajshitët, dëgjonte lajmet e tyre dhe intrigat që planifikonin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe babain e tij, ndërsa kur binte terri dhe nata, shkonte në shpellë dhe njoftonte pejgamberin dhe babain e tij për planet e armiqve, duke i fshehur në gjurmët e tij që mos i zbulojnë kurajshitët. Gjithashtu një bari
i kafshëve të Ebu Bekrit, i dërgon të delet nga shpella që ata të pinë qumësht, dhe ai po ashtu i fshinte gjurmët e tij dhe gjurmët e Abdullahit. Kështu kaloi pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam disa ditë në shpellë, thuhet 3 ditë, e ruajti Allahu i plot fuqishëm nga kurthet dhe intrigat, saqë kurajshitët u afruan aq shumë te shpella, si nëse do të kishin zgjatur kokën do ta shifshin që pejgamberi i Zotit bashkë me shokun e tij ndodheshin brenda, dhe në atë kohë Ebu Bekr Siddiku radiallahu anhu u friksua, por se i dërguari i Zotit më i miri i krijesave, i cili kishte bindje të thellë tek Allahu, fuqi plot, e qetësoi. Dhe ato fjalë i ka zbritur Zoti xhele xhelalu në librin e tij fisnik, kur i thot: "O Ebu Bekr, çka mendon për 2 persona, e që Allahu është i treti me ta?" Këtë e përshkruan Allahu xhele xhelalu në librin e tij fisnik dhe i thot: "Mos u mërzit, mos u dëshpëro. S'ka dyshim se vërtet Allahu është me ne. Dhe kur është Allahu me ty, nuk ka rëndësi kush është kundra teje. Kur është Allahu me ne, nuk ka rëndësi se kush është kundra nesh." Dhe kështu pra u ruajti i dërguari i Zotit, por se kurajshitët paguan një person i cili shquhej për gjueti, për gjurmimin e njerëzve në shkretir, i dallonte gjurmët në shkretir, ishte shumë i aftë, quhej Suraka ibn Malik, i cili u vu në ndjekjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të njëjtin qëllim, që të fitonte shpërblimin që kishin vendosur kurajshitët. Dhe kur doli i dërguari i Zotit nga shpella, ai u vu në ndjekjen e tyre sepse i hasi gjurmët, ishte shumë i aftë në këtë fushë, dhe ju afrua pejgamberit Zotit. Kur u afrua pejgamberit Zotit shumë afër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këndonte Kur'an. U habit nga kjo gjë dhe u afrua akoma më afër, por se këmbët e kalit të tij u zhytën në rrë. U fundosën. U afrua dhe më shumë, u fundos akoma dhe më shumë. Dhe në atë moment e lut pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i thotë: "O Muhammed, të lutem, më ndihmo, se lutem Zotin tënd që të më shpëtoj nga kjo situatë." Dhe pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam i thot: "Do ta bëj nëse ti largohesh e nuk më ndjek më." E luti Zotin dhe doli nga zhytja Suraka ibn Malik, por se vazhdoi ta ndjeki përsëri, por se këtë radhë u zhyt akoma dhe më thellë. Pra Allahu i plotfuqishëm nuk lejonte që t'i ndodhte një diçka e keqe pejgamberit ti, se ai ishte drita e mbar njerëzimit, do ta shpërndante atë dritë tek mbar umeti i tij. Si do mund të mbyllej cikli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse si. Dhe ju lut përsëri Suraka ibn Malik, i thot: "O Muhammed, lutë Zotin të më shpëtoj." Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Do ta lut po këtë radhë, nëse më ndjek më, nuk do të ndihmoj më." Dhe i thot: "Largo Suraka, se ke për të fituar thesaret e kujt? E Kisras, kurorat e Kisras, i cili ishte prej kujt? Ishte mbreti i Persëve, një fuqi absolute në atë kohë. Pra në atë kohë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Surakës: "Largo", i tha, "dhe ta di se do fitosh kurorën e mbretit të Persisë." Pra i bëri një profeci. Dhe u largua Suraka ibn Malik. Nuk u morë më me këtë gjë, me ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i dërguari i Zotit bashkë me shokun e tij, Ebu Bekr Siddiku radiallahu anhu, vazhduan rrugën për në Medinë, atje ku i prisin besimtarët, atje ku i prisin muslimanët, atje ku do fillonte një cikël i ri jete, atje ku filloi lindi një shtet i ri i mrekullueshëm, i cili ishte shteti musliman, i cili ishte shteti të drejtave të gjithë njerëzve, muslimanëve, të krishterëve, të xifutëve, jo muslimanëve. Se kjo është drejtësia e Islamit. Dhe për të kthyer ke ngjarja e Surakës, i cili e ndiqte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
ndodhi ajo që i dërguari i Zotit e pati përgëzuar Surakën dhe kur u shlirua Persia në kohën e Umerit radiallahu anhu, pasi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte vdekur, kurora dhe sendet e mbretit, subhanallah, ra në dorën e Suraka ibn Malik, i cili ishte bërë musliman dhe kishte luftuar bashkë me muslimanët për shlirimin e tokave, për kthimin e atyre vendeve që ishin zjarrputiste tek njësimi i Allahut një i vetëm. Pra u plotësua profecia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe siç thash, kurora e mbretit Persis Kisraut ra pra në dorën e Suraka ibn Malik. Prandaj ky ishte të nderuar vëllezër dhe motra, shkurtimisht, ose ishte ngjarja e vitit Hijri, e hijretit, emigrimit që kryen muslimanët nga Mekka në Medinë, ku filloi pra një cikël i ri, ku filloi një jetë e re, ku lindi një shpresë e re. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim, wa nafa'ani li wa iyyakum mimma fihi min ayat wa dhikrin hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala al-habibi al-Mustafa. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, dhe kjo na mjafton, dhe paqja dhe bekimet e Allahut Xhele Xhelalu, qofshin me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është i dërguar i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare. Ky vit kalendarik pra Hijri, i cili fillon me muajin Muharrem dhe sot ndodhemi në datën 2 Muharrem prej muajve islam, na ka sjell në mendje ngjarje dhe histori të mëdha që i kanë ndodhur. Dhe kjo kulminon me ditën 10 të këtij muaji, pra 10 Muharrem, ku ka ndodhur një ngjarje madhështore në kohën e pejgamberit Musa alayhis salam, i cili ishte prej ulul azmi, prej 5 pejgamberëve të zgjedhur. Dhe inshallah për këtë ngjarje madhështore dhe për çka na ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta diskutojmë pra me lejen e Allahut në ligjëratën e ardhshme. Por ta dini që koha kalon shumë shpejt. Pra sot e 1447 vite më parë, siç e përmendëm, një grup diku ke 70 veta filluan pra emigrimin, bën hijret nga Mekka në Medinën e nderuar për të shpëtuar torturave të kurejshitëve, të cilët i maltrenonin dhe i keq trajtonin ata të cilët besonin në Allahun Xhele Xhelalu, por sa ata me sabër, me durim dhe me mbështetje dhe bindje të thellë tek Allahu Azza wa Jall, e te i kaluan këtë sprovë të madhe dhe u erdhi lehtësimi nga Allahu i gjithëpushtetshëm. Prandaj s'dua të zgjatem shumë, nderuar vëllezër dhe motra, elus Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përsosura absolute, ti mëshiroj të gjithë ata të cilët e dhanë jetën dhe mundin e tyre që ky din të triumfojë dhe të eci përpara. Elusim Allahun Azza wa Jall ti përmirësoj punët tona, çështjet tona, ta përmirësoj gjendjen tonë që të lidhet shpirti jon me të përjetëshmen, me botën tjetër e cila është ardhmëria jon. Elusim Allahun na ndihmoj, na drejtoj, na mëshiroj, të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona kudo që janë ata, sidomos në Gaza, në Palestinë. Elusim Allahun ti mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahhar faghfir lana ajma'in.